Mirëdita të gjithëve, sot është në kuptimin më të plot dhe drejtpërdrejt fjalës një ditë historike për industrinë e re ushtarake, sepse sot ajo çka ishte në vizion dhe në strategjinë e shkruar është e prekshme me sy, flota e prodhuar në Shqipëri për forcat tona të armatosura, e prodhuar sipas standardeve të NATO-s, e prodhuar nga profesionist shqiptar, sapo ka nisur të vijë në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Është një moment i jashtëzakonshëm, pasi ndodh të vim, të shohim, të prekim, të përjetojmë rezultatin e një përpjekje shumë gjatë. E një përpjekje që ka nisur në buzë greminës për Shqipërinë dhe për forcat e armatosura, të cilat ishin në pikë të hallit, të cilat ishin thjesht dhe vetëm një ushtri që mbajnë këmbë nga pasioni, që mbajnë këmbë nga vullneti, nga dija dhe nga patriotizmi i atyre që qysh në fëmijëri ja kanë kushtuar jetën uniformës së ushtarakut, por që ishin të braktisur në fatin e tyre. Dhe as nuk bëj fjalë që të përfituronim një industri ushtarake, ndërkohë që historitë e tenderave, historitë e ngatërresave të lloj-llojshme, historitë e blerjeve të makinerive laramane ishin historia e përditshme e shtetit shqiptar në të gjitha institucionet dhe për të gjithë sektorët që kanë nevojë për këtë logjistik. Sot jemi dëshmitar se kemi hyrë në një fazë të re, jemi dëshmitar të një Shqipërie që nuk është vetëm përdoruese e teknologjisë së mbrojtjes, por është edhe projektuese dhe zhvilluese e kapaciteteve teknologjike, të cilat sapo kanë nisur të japin rezultate të para. Dhe këtu nuk mund të rri pa u ndalur një minutë tek protagonistja e kësaj historie që është Arieta, e cila është një vajzë nga Bulqiza. Familja e saj ka emigruar kur ajo ishte vetëm 4 vjeç. I ati si një bir i denj i atyre territoreve, ishte shumë i lënduar me veten që nuk ishte një djalë, po vetëm vajza. Dhe Arieta vendosi që të bëj djali i babait, duke ndjekur atë nga hap pas hapi aty ku ai punonte në emigracion, në një fabrik e cila prodhonte pikërisht mjete motorike. Dhe pastaj në një moment të caktuar pas 25 vjetësh, Arieta vendosi të vinë në Shqipëri dhe të krijojë një startup për të prodhuar në Shqipëri mjete motorike. E parë me atë shpotinë e realitetit burror shqiptar, e
refuzuar në të gjithë dyert e institucioneve ku mund të kishte marrë ndihmë. Ajo vendosi që t'i lëri burrat jashtë derës punishtes vetë dhe në punishtet e pranonte vetëm vajza. Dhe kështu lindi një startup Amazonash shqiptare që vendosën të sfidojnë gjithë odën e burrave të sipërmarrjes në këtë vend. Dhe kështu jemi njohur me Arjetën, kur ajo më tregoi ëndrrën që të prodhonte makinën e parë në 100% shqiptare. Por në ndërkohë, startupi i saj me ato mundësi dhe në atë situatë izolimi nga institucionet, kishte arritur të eksportonte ambulanca të prodhuara në atë punishte këtu në Shqipëri, në Ukrainë. Dhe ndërkohë, ne vijonim të blenim ambulanca lart e poshtë, e të blenim mjete lart e poshtë, me tendera, dhe duke i çuar parat jashtë vendit. Më pas, bëm një pakt